Do që thoni me më shoh ose diçka mu, sa do një komentom një negativ, po kështu në pjesën e familjes nuk kam qef me prek heq. Lediana vazhdon të theksoj rëndësinë e madhe që gjyshërit e kanë për të. Ekskluzivisht për emisionin Zoom kujton me nostalgji disa nga momentet kur ishte fëmijë. Kam shumë sene që i kujtoj, amo qysh me thonë, është pjesë shumë e prekshme për mu me folë edhe për ta, po thjesht çdo seni mirë që ka ndodhur, ne thom ka njëre shumë mirë që s'm keni lënë me dalë jashtë vetes, domethënë unë kam pas caktuar 11 ora me kon të shtëpia. Thjesht ku thjesht 11 kemë kon aty edhe thom gjithë që kjo më ka pëlqyer tepër shumë prej tyre pse nuk më kanë lënë me dalë jashtë vetes dhe me u vënu në shtëpi. Amo momentet e mira i kam që gjyshi edhe gjyshi jam tregojnë 9 muaj kom pas, kur i shkoj gjyshit prej krevetit te kryt e gjyshit për me flajt aty. Edhe 9 muaj the ke qysh më ishe me u zgaravit në për krevet për me ardhë. Amo që të kujtëm e kam shumë të mirë, ashtu që shumë shpesh ma tregojnë. E ftuara rrëfën që nuk e kanë ndjerë fare të nevojshme pranin e mamit dhe babit, por për krajen maksimale e ka marrë vetëm nga gjyshërit. Si është tani ndjesia e saj kur me 22 vjet ka rrit me i kuptu gjërat më me vlerë në jetë? Prej do më thonë ditës që kom dalë prej spitalit, unë jam me gjyshin edhe gjyshen, edhe fjalla mam bab nuk është që më ka mungu shumë se thjesht zavendësimin e tyneve ka pas gjyshi edhe gjyshja, amo kështu, unë prej momenti do më thonë që kom lind ata veç se jënë mundu me ma spjegu, tash fëmijë unë nuk kom dit bebe, po kur jam rrit pak, janë mënu me më tregu që unë ata nuk i kam prind, do më thonë non-stop i kam pas nanë dhe gjysh, jo mamë dhe babë. Se babin e kam pas, po thjesht ata dy janë kom për mu, gjyshja dhe gjyshja janë kom për mu gjithë. Ajo madje shfrytëzon këtë hapësirë mediatike për t'i falendëruar për Ledianën që është sot. Mbesa e tyre është e lumtur me durimin, partnerin e saj që së shpejti edhe do të fejohet me të. Por atë pranojnë ata durimin për dhëndër. Gjysh jam e donë shumë durimin, edhe respekton ekstrem shumë, po edhe gjyshja që ashtu ka qef me ngucë, o zote, unë thëmë bolë mërë mëse ngucë, mëse gjynat. A keni me him Big Brother nëse keni ftesë? Unë e ju, s'kisha dasht me him në qasi formati, se kum pas shumë njerës të ri që ka pas me mosh shumë të re aty, edhe kur s'keme mujtë me rujtë ma privatsin tonë nëse vetë se jenë qatë se formati, kështu që jam okej, kështu që jam nuk du fama shumë, as të këshia, as të mira. Mirë jo. Dyshja janë tash e gati një vit pjesë e TikTok, e madje Lediana pohon faktin se mundohet të jetë spontane dhe origjinale, duke shprehur pozitivitetin e saj edhe nëpër video. Por shqetësimin ajo e ka tek shkrimet roz duke theksuar që edhe rëndojnë fake news. Diqysh, kur dojsh me më qitë diçka në gazet, vetëm bre, a është ashtu? A përdin, ta vërtetoj. Po, për shembull pjesën e shtatzanis, kur ma kanë qitë, unë kom ronë komplet zdi. Jom një tipër e sekretav se thësha qysh kanë me ponana dhe gjyshit ashtë se lajmë, a din se normal që prekësh, ose kur e kanë qitë gjyshën tem, nuk kom dosh me u përdor ftyra e sajna në për gazeta, ose kom thonë, ju kom shkrujt lutna, më nëshme largu se po na pengon, a përdin, mu që të më qka dush, po gjyshën tem ose përzi, ose se në palidhje, diqysh, më nëshme veç atë persona është që ashtë. Edhe për qëto sene dhe ashta pak jam e prekshme, prekna shumë let, a din, diqysh i marrë shumë ofër zemrës, amo unë e kam qef ma mirë me më vetë, me më thonë ashtë që shto, amo i me qitë që to, ose diqka, jo veç unë me hinë në Facebook edhe me pa bama, din t'i qysh të bjen kres, tu, pse? Për fund të kësaj interviste, ajo jep një mesazh për vajzat e reja që duhet patjetër ta dëgjoni. Plotësoje që ato që ati e dënë, kur mos unalë pëse të thoi njerës, jo besa këtë keme dështu, ose s'ka me të ecë, bëne.